Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Të respektuar teleshikues, kudo që jeni, ju përshëndesim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Emisioni jon i përjavshëm që da takon është popujt e Kuranit, që Allahu i plot fuqishëm në librin e tij fisnik ka sjell më shumë se një rrëfim, ka sjell më shumë se një ngjarje, pra prej këndit të ngjarjeve, pa hyrë në këndin e ajeteve të besimit, ajeteve tjera të moralit, të etikës, të edukimit, ajeteve tjera që kanë të bëjnë me fushën e jurisprudencës e të ngjashme. Pra, ajo që për ne në këtë emision është e veçantë dhe duhet të fokusohemi në të është që Allahu Gjelle Gjelaluhu i sjell disa rrëfime pra për popuj që tash kanë kaluar, e ato rrëfime lidhen me udhëheqës të tyre, shpeshherë lidhen edhe me profet të tyre. E ne në javët e kaluara kemi biseduar për një njeri shumë të madh të njerëzimit, për Ibrahimin a.s. Ibrahimi a.s. që Allahu e ka veçuar me shumë veçori, është se njihet edhe me nofkën si baba i profetëve, i pejgamberëve. Është një lozë nga që burojnë nga ai, pra një vijë familjare, shumica e pejgamberëve të përmendur në Kur'an, dhe jo vetëm. Ibrahimin Allahu ka quajt Jaran, dost, Khalil, me cilin të thotë ka kriju afërsi, e që nuk lidhet kjo, mos e mendojmë që Allahu ka nevojë për dikën prej krijesave të ketë një misi kaq të thellë, por Ibrahimin wattakhadha Allahu Ibrahima Khalila. Allahu ka quajtur ashtu, e ka marrë Ibrahimin ta ketë atë afërsimet e ndryshe. E pse ndryshe? Nga ajo që ka kaluar kemi mundur ta shohim mjaftueshëm se Ibrahimin Allahu Gjelle Gjelaluhu do ta ketë mik të tillë. Sepse Ibrahimi thirrri në tauhid edhe kur nuk ishte profet, sepse Ibrahimi rrezikoi të prishej me familjen e tij vetëm për hir të kauzës së drejtë dhe të vërtetë. Se Ibrahimi a.s. bëri taktika të ndryshme dhe metoda të ndryshme të thras njerëzit në besim, edhe pse nuk ishte profet dhe nuk i kishte detyrë. Se Ibrahimi a.s. bëri edhe një polemik me njeriun që para syve të tij thoshte se unë jo që jam Zot, po unë jap jetë dhe vdekje, duke e pa ose duke e shpërfaq para Ibrahimit a.s. me dy të burgosur se si për njërin jep urdhër që të lirohet, pra jep jetën, dhe për tjetrin jep urdhër që të ekzekutohet dhe jep vdekjen. Pra Ibrahimi a.s. para një kësi njeriu që ishte shumë diktator dhe shumë pushtetar, që e pretendonte se kujdo ai mund t'ja marrë jetën dhe ajo bëhet dhe ekzekutohet, bënte polemik se hajt pro ta provojmë çfarë thua ti për diellin që lind nga lindja sjellët janë nga perëndimi. Nuk do të mund të ishte Ibrahimi a.s. i rrezikuar në atë rast që të burgosej, respektivisht të jepej edhe atij dënimi ose ta kishte fatin atij tjetër që merri shembull se si ai i vdeste njerëzit, pra ta mbyste. Ibrahimi a.s. ishte ky person që dha plot gjëra të tjera prej anës së tij. Ndër tjerat, wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahun. Allahu tha, kur Allahu e ka sprovu Ibrahimin a.s. me disa fjalë, respektivisht disa detyra, fa atammahun, të gjitha ato i ka përformuar, të gjitha ato i ka kryer. Ibrahimit i jepen urdhra të ndryshëm dhe ai pa hezitim i bën ato. Ibrahimi a.s. u udhëruar që në moshë të avancuar ta bënte veten sunet dhe e bëri atë. Pra është njeriu i parë që u bë sunet mbi rruzën toksor nga meshkuj, pra ishte një pastërti që i jepet njerëzimit nëpërmjet Ibrahimit a.s. Ibrahimi a.s. urdhnua me gjëra shumë të veçanta dhe ai i bëri ato, e për këtë pra është njeri shumë i madh dhe nuk kryhen fjalët me te, ose fjalët për te. E vetë i dërguari sallallahu alaihi wasallam sa herë ka përmend
e ka përmend si njërin më të madh, si njërin më të famshëm, ndonë se në gjitha pikat kur përmendet Ibrahimi a.s. në hadith, i dërguari Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ju për të bërë ne këtu tash një farë gare mes tyre, por është më i avancuar, është më i ngritur, është si në kuptim të adhurimit, si në kuptim të sprovave, si në kuptim të devotshmërisë, si në kuptim të afërsisë me Allahun xhalla xhelaluhu. Në të gjitha Ibrahimi a.s. Muhamedi a.s. është më meritor se Ibrahimi, por ai kur e përmend Ibrahimin gjithmonë e përmend si pra me modesti për vete, e përmend në pjedesal më të lartë Ibrahimin a.s. Dhe jo rastisht pra edhe shtëpia e Zotit e njoftur në tokë, pra Qabja, si shtëpia e parë e ndërtuar për adhurim, lidhet ngushtë me emrin e Ibrahimit a.s. ku vula e ndërtimit aty janë këmbët e këtij njeriu, respektivisht maqami i Ibrahimit. Aty është Zemzemi që lidhet prapë me Ibrahimin, aty është edhe guri i zi, aty ka edhe shumë argumente të tjera që Allahu xhalla xhelaluhu thot fihi ayatum bayyinat, ka argumente të qarta, por e specifikon në përmendje maqamu Ibrahim. Është maqami i Ibrahimit që aty njerëzit mund të shkojnë dhe ta shohin atë guri në cilin i vendosi këmbët Ibrahimi a.s. kur ndërtoi Qabën. Dhe kjo histori shumë e gjallë e këtij njeriu e bën që të jetë tepër i veçantë, e natyrshëm pra mrekullia e madhe që Allahu e bëri me të, që zjarri që e ka natyrën e djegjes, që ne në zjarr e skuqim hekurin, e zbusim hekurin, me zjarr e shkrim arin, me zjarr shkrim edhe shumë elemente të tjera kimike, edhe hekurin pra, në që të bëjmë punën tonë me lehtë, me të talakojmë ka duam e tjera, me zjarr pra, ajo që është me pakta që shkon në mendje, digjet njeriu, ndërka që Ibrahimi a.s. nuk u dëgj me një zjarr të madh, sepse jo pse bubreci solli ujin në supët e tij ose në shpinën e tij, se ishte shumë e paktë, po sepse Allahu bëri që zjarri të jetë shpëtim, të jetë i ftohtë dhe shpëtim për Ibrahimin a.s. sepse e shpërbleu dhe jo vetëm. Nga ai shpëtim, Ibrahimi a.s. premtuam dhe të tham se do të tregojmë se doli në një tokë që Allahu tha, ne e kemi bërë të begat, e kemi bërë të bereqetshme atë tokë, atë vend. Është interesant për ne të dimë se ku është ajo tokë dhe ku është ai vend. Në kohën e sotme të ndarjes së vendeve në shtete, Ibrahimi a.s. pra mund të thuhet ka ardhur nga Iraku, pra vendi i tij lindjes dhe babait e tij Azerit është në Irakun e sotëm. Aty ndodhi gjithë ajo ngjarja me putat, me zotat e kot, me thyrjen e tyre, me polemiken, me taktikat në thirrje e tjera, me Nemrudin, dhe aty ndodhi dhe zjarri i madh për djegje për Ibrahimin a.s. Ai nga aty që thot Allahu ne e shpëtuam atë dhe Lutin, në fakt nuk përmendet aty, por e shpëtuar është edhe bashortja e tij Sara. E ata erdhën tek toka e begatshme. Është fjala për Shamin në përgjithësi, e që në Sham në këtë rast më konkretisht Ibrahimi ishte vendosur në Palestinën e sotme, në Kuds të sotëm, pra dhe kjo është diçka e veçantë. Ibrahimi a.s. jetoi aty një periudhë kohore, jo të shkurtër, ndërkaq Lutin a.s. Allahu e zgjodhi që të jetë mësues pris për popullin e Sedomit dhe shkoi për të kryer misionin e tij të thirrjes në një pjesë tjetër të Shamit, pra që sot gjeografikisht i bie të jetë në Jordanin e sotme. Ne për Lutin a.s. dhe peripetit e tij do të kem shpjegim tjetër të veçantë, por Ibrahimi a.s. tash i ngelur me gruan e tij, me Sarën, një ditë prej ditëve pra ata bën edhe një tentativë, një vizitë
ta quajmë, ose një udhëtim në Egjipt. Edhe kur shkuan në Egjipt, Sara ishte jashtëzakonisht grua e bukur. Në Egjipt kishte arrit lajmi se ky mysafiri që është këtu tek ne, e kishte gruan e bukur dhe mbreti i atëhershëm nuk zgjidhte metoda dhe mjete për të arrit deri tek qëllimet e tij dhe ishte rrezik që gruaja t'i merri. Duke pasur parasysh, të nderuar teleshikues, që lidhjet familjare që janë lidhjet të gjakut kanë tjetër dimension të lidhjes e bashkësia ka tjetër dimension të lidhjes. Për këtë arsye bashkëshortja nuk është nën, nuk është motër, nuk është hall, nuk është tezë, nuk është bij, vajzë. Dhe rrjedhimisht, derisa nuk është nga këto që janë shumë të afërta, është shumë interesante që fanatizmi i njerëzve ose xhelozia e njerëzve për bashkëshortet është shumë më e madhe. Mirë po, edhe të njëjtën kohë, derisa bashkësia është një kontratë, një marrëveshje për të jetuar bashkë, një çift bashkëtorë, atëherë i bie se ajo kontratë mund të shkputet. Nuk është shembulli shumë adekuat, por megjithatë ka përngjasime, pra nëse unë e di se një biznes i caktuar ka kontratë me një biznes tjetër, ose të themi, një qiradhënës i ka dhënë lokalin dikujt për qira, për të zhvilluar veprimtarinë e tij. Duke ditur se ata kanë një marrëveshje, një kontratë, atëherë unë ja lejoj vetes që t'i bëj një ofertë më të mirë atij, që ta qesat qiramarrësin, t'ja shkpus kontratën, të mos ja vazhdoj kontratën, të largoj para kohë etj, në mënyrë që unë të futem në atë lokal dhe unë të zhvilloj veprimtarinë time të biznesit. A bën kjo kështu? Kjo dhe me ligj është e rregulluar në forma të ndryshme, për këtë të bën kontratat afatshkurte. Pra mund të shkputet kontratat e thjeshtë. Unë kur kuptoj se dikush ka marrë tenderin për të furnizuar ministrinë e caktuar, qeverinë, komunën, me një artikull të caktuar, atëherë edhe unë kam po ashtu prodhim atë artikull, pse të mos provoj që unë t'jem ajo firma kontraktuese më pas, që do të thotë unë do të mundohem që ta nxjerr këtë nga tregu dhe të futem unë në treg. Të nxjerr këtë nga kontrata, të bëhem unë pjesë e kontratës së re. Dhe këto në tregti duken normale dhe sigur duket që gjithçka është me zotësi, me arsinë, kofsh me Zoti, nuk shkon i zi moti. Atëherë i bie se këto gjëra mund të ndodhin. Në bashkësi disa mendojnë që kështu është. Nëse dikush pra është i martuar me dikën, pra ka mundësi dikush tjetër të ndërhyjë respektivisht të bëj joshje për martesë gruan e martuar. Në shoqëri të pa ku nuk funksionon ligji, ku është vetëm gjuha forcës, atëherë ekziston edhe grabitja. Pra është interesante, nuk ta grabit motrën, por ta grabit gruan. Pse është një gjë e tillë? Sepse ai konsideron që fundja nuk ta ka marrë një gjë tëndën. Ka marrë një gjë që ti ke kontratë me të dhe unë jam ai më i Zoti, ose më i aftë, ose më i shpejt, ose që mund ta bëj një gjë të tillë. Po dua ta parafroj këtë sepse kjo edhe në shoqëritë sot me fatkeqësisht ndodh. Ndodh kur njerëzit të bëjnë këso lëvizje dhe vetëm kur të dëgjosh se filani është martuar me atë gruan ose me gruan e fistekut, e që shpesh ndodh me gruan e shokut. Por këtë të respektuar vëllezër dhe ju motra, çështja e ndajave të përzira, çështja e bisedave të përzira, çështja është shumë e ndihshme në sheriat dhe mos ja lejoni vetes të shpërfaqni si ekstremist ata që duan të kufizojnë në gjëra të tilla, se për këto ka thirrë Allahu për këto kufizime. Ta ulim shikimin, të mos rrim bashk, të mos flasim dorë me dorë. Janë ajete dhe hadithe që ekzistojnë dhe flasin direkt për tepat. Nuk është çështje ekstremisti, nuk është çështje e individi ose teku të tij se ai po don ta imponojë një gjë të tillë, por nëse Allahu ja ka prej larg imoralitetit, ty mos pengoj një gjë të tillë. Në këtë rast ne kthehemi tash te Ibrahimi alayhis salam dhe Sara,
Kur mbretit ju konfirmua se kishte një grua të bukur, ishte rrezik që t'ja merrte gruan Ibrahimit. Dhe kur e pyeti atë se çfarë e ke kët, Ibrahimi është një prej rasteve, e kemi përmend edhe më herët e tash do ta ngjesim atë emrin e njohur, thuhet rën zat, gënjeshtër zat e Ibrahimit a.s. I quajnë pra rënat e vogla. Ibrahimi ka përdor një 3-4 raste, pra dikon thuhet 3, dikon shtohet një 4, që ka përdor si taktik gënjeshtën. E njëra prej tyre është kur ka thënë se unë jam i sëmur, pa qenë fare i sëmur, e kjo tjetra është kur ka thënë se kush është kjo, ka thënë kjo është motra ime. E me faktin që e ka prezantu Sarën si motër të ti, i shpëton ati rrezikut për grabitje dhe kanosje të gruas, kështu që ajo shes se këtu nuk ka vend për tjetuar dhe do të kthehet prap në Palestinë. Mirë po, ai që ju i mbeti simpatia në gruan e Ibrahimit a.s. në Sarën, deshi ta shpërblej. Megjithatë, e shpërbleu duke i dhënë një robresh asaj, që ishte Haxheria. Dhe Haxheria, pra ishte shërbëtore, që ti shërbej Sarës, ajo e mori atë me veti dhe grua, çfarë të bënte, atëherë ja dha mundësinë Ibrahimit a.s. pra burrit vetë që të martohej me Haxherën. Tash, Ibrahim a.s. ishte i sprovuar. Allahu e tha, wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu bi kalimat. Kur Allahu e sprovoi, e vendosi në sprovë Ibrahimin me shumë urdhra, ai fa atammahunna, i realizoi të gjitha ata urdhra. Mirë po, në këtë rast Ibrahimi ishte edhe i sprovuar me mospasje të fëmijës. Kishte jetuar gjatë kohë me Sarën, nuk ishte fëmijë. Ishte ndoshta edhe ajo sterile, pra kishte smundje të sterilitetit, pra nuk linte, edhe Ibrahimi kishte kaluar kohë, ishte bë i moshuar. Në këtë kohë kur i dha këtë shërbëtore Ibrahimit a.s. Haxherën, atëherë ajo edhe lindi fëmijë. Dhe lindi fëmijën e parë të Ibrahimit, pra Ismailin a.s. Po e thebi a.s. që në fillim sepse me vonë edhe ai do të bëhej profet dhe edhe ai do të predikoj fjalët e Allahut dhe porositë e Allahut xhallal xhelaluhu për njerëzit. E kështu që Ibrahimi tash i martuar me 2 gra, njëra ishte gruaja e tij e parë Sara, me cilën kishte shumë simpati dhe dashuri, dhe tash ishte gruaja tjetër e dytë e tij, shërbëtorja e Sarës që tashmë ishte shndruar edhe në bashorte, me cilën tash kishte fëmijë dhe tu lindin ato problemet njerëzore, zënkat, mos t'i them femërore, sepse të gjithë njerëzit ndoshta i kanë, dhe është interesante që kur i lexon literaturën e kësaj kronologjie, të gjithë mundohen në një farforme të arsyetojnë këtë natyrë të Sarës, sepse ai nuk kishte fëmijë, ky kishte fëmijë dhe që Allahu deshi që të bëhej shkak e ai të shkonte në këtë vend dhe atë vend, shkaqet janë shkaqe, dhe realiteti është realitet. Ajo është pra Allahu ka mundur që me urtësinë e tij të bëjë një tjetër metodë, sikur që ka qenë edhe kemi shpjeguar zbritjen e Ademit a.s. në tokë. Ne nuk dyshojmë që është caktimi i Allahut, por nuk duhet ta mohojmë që Ademi u mashtrua nga shejtani që të kërkoj shijoj pemën të cilën e kishte të ndaluar. Dhe thjesht pra po realizu qëllimi i Allahut që Ademi të vjen në tokë, por erdhi si rezultat i gabimit të tij, jo si rezultat që i përzënjes së tij nga xheneti. E kjo do ta dallonte në fakt dhe ju e dini që me shkencat juridike është shumë e rëndësishme jo vetëm vepra, por edhe mënyra e ardhjes deri tek vepra. Pra kemi vrasje që në fund vlerësohet që është vrasje dhe ka marrë shpirtin dikujt, por ndryshe është të ketë bërë atentat, ndryshe është të jetë vrasje me paramendim, ndryshe është të jetë vrasje me paramendim ndoshta ose e qëllimshme, por në vetëmbrojtje, ndryshe është mas një zënke, ndryshe është mas një sulmi fizik që po të mos kishte vrarë ky personi do të kishte qenë ky i vrari, e tjera. Ndryshe do të ishte ndonjë vdekje në aksident, ndonjë vrasje në aksident që mund ta shkaktoj dikush. Pra,
kretë quhet vrasje, por mënyra se si ka ardhur deri te ajo e ka motivin e vet dhe rrjedhimisht në ligjet të tjera dhe merr edhe dënimin e merituar sipas saj. Zatën edhe në sheriat, pra ndryshe do të vlerësoj vrasja, vdekja me armë i përgatitur me paramendim, ndryshe do të ishte vrasja aksidentale kur edhe vjen mas ndonjë zënke por ti e godet dhe nga goditja që nuk është vdekje prurse ai vdes, atë quhet vrasje pa paramendim dhe nuk e ka dënimin e njëjtë. Sido që tjetë, kthehemi këtu, Sara nuk mund ta duronte tashmë Haxherën. Dhe Ibrahimi a.s. u detyrua që një ditë prej ditëve ta marrë Haxherën dhe ta largoj prej atij vendi ku po jetonin pra në Palestinë dhe rrjedhimisht shkon tek një vend që do të jetë i largët. Nga aty pra është Mekja e sotme ku Ibrahimi a.s. po hapëronte dhe po udhëtonte me Haxherën dhe me Ismailin voglush ose djalosh ose me Ismailin foshnje, më së miri të themi kështu. Dhe kur shkuan deri te ai vend, ne tash mund të themi se aty janë me sipërfaqe e madhe, pra mbi 1000 ose parafërsisht 1500 kilometra, dhe do të mund t'ju duket se si ka shkuar kaq larg, pse ka pas nevojë që të largohet kaq shumë, kur mjetet e udhëtimit nuk ka pas dhe nëse ka qenë e rrezikuar Haxherja për prej Sarës, atëherë kanë mjaftuar disa kilometra të jetë largësia dhe Ibrahimi a.s. të shkonte herë tek njëra, herë tek tjetra. E këtu tash vjen ajo urtësia se Ibrahimi a.s. në fakt u urdhërua pra që të shkoj me Haxherën tek një vend për cilin edhe ai më vonë do t'i ankohet Allahut që e lash familjen time tek vendi i pa bereqet, i pa të mbjelluna, i pa kultivuar, por e përmend një gjë interesante, inde bejtikel muharram, tek shtëpia jote e shenjtë. Që i bie se Ibrahimi e ka ditë se atje më parë ka qenë Qabeja, të cilën e ka ndërtuar Ademi a.s. Po, Qabën i parë e ka ndërtuar Ademi, me kalimin e kohës, gjenerata të ndryshme, është rënuar Qabja, i kanë mbetur vetëm gërmadhat, respektivisht vetëm themelet e saj, e që Ibrahimi e ka ditë dhe është ditur në ndër gjenerata që atje është ai vendi i Qabës. A ju kujtohet diçka? Kur kemi pas folur për popullin Ad, se si ata u qoroditën në fakt, edhe ju kthyen shirkut, edhe pse dinin historinë e popullit të Nuhit a.s. Ata megjithatë kur pan 3 vite thatësi, vendosen ta çojnë një delegacion për të bërë adhurim dhe për të lutur ku? Në Qabe, në Mekë. Pra kishte ekzistuar edhe në kohën e tyre. Dhe derisa delegacioni në fakt nuk shkoi në vend, ose shkoi por me vonesë, dhe ata ishin habitur, kishin hy dikun në një fest në periferi për të pushuar, atëherë vazhduan rrugën e tyre pas disa ditëve, e që i vjen arritën me vonesë, ndërkaq ka në Ahqaf të Adi, veç filloi një vranësi të dukej dhe menduan se ja, lutja atyre atje u pranua dhe tash do të sjellë Zoti shi dhe begati. Edhe rëndësishme pra, Ibrahimi a.s. e dërgon tek vendi i Qabës dhe aty e lë Haxherën. Kur ai fillon të largohet, Haxherja e nënkupton, e ndjen se ai po largohet prej atij vendi dhe i vrapon pas dhe i thot Ibrahimit, ku po na le Ibrahim, ai nuk foli. A në këtë vend po na le, Ibrahim, ai prap nuk foli, ajo të tash kur e pa që ky nuk po flet. Nuk ishte se nuk e dëgjonte, e pa se këtu ka ndonjë lajm që nuk mund të jepet, por ajo ndryshoi pyetjen dhe i tha, a Allahu të ka urdhëruar që ta lësh ne këtu? Pra ajo tashmë dinte se Ibrahimi merr mësimin nga Allahu xhalla xhelaluhu,
Ai e tha thjesht përgjigjen po. Ajo përgjigj vetë tha, pra Allahu nuk do të na lej vetë asnjëherë. Ose Allahu nuk do të na humb asnjëherë. Me plot bindje dhe ajo u kthy tek foshnja, tek Ismaili dhe aty në fakt qëndroi me të, e Ibrahimi u kthye në Palestinë, të sotme pra në vendin e Shamit, në vendin e begatshëm dhe bereqetshëm, dhe aty do të vazhdonte jetën për të kthyer her pas here tek bashortja Haxheria dhe për të vizituar edhe Ismailin. E këtu tash do të na ndodh edhe një ngjarje shumë interesante me Ismailin, cilën do ta shohim pas një pauze të shkurtër. Ju qëndroni ne, do të them pas pak. Të respektuar teleshikues, rikthehemi përsëri për të vazhduar me rrjedhën e misionit popujt e Kur'anit, që ishim duke biseduar për Ibrahimin a.s. për daljen e tij nga vendi i tij lindjes dhe i origjinës, dhe daljen e tij në Sham, në Palestinë, jetën e tij me Sarën, pastaj martesën e tij me Haxherën, lindjen e djalit të tij të parë, Ismailit, me Haxherën, dhe grindjet dhe mozurimi i Sarës dhe Haxherës që të jetojnë bashkë, e që ajo të shpërngulej, pastaj e të vinë në një vend që Ibrahimi a.s. kishte marrë urdhër nga Allahu xhalla xhelaluhu, që aty t'i vendoste Haxherën dhe birnin e tij Ismailin. Ashtu dhe ndodhi, i la tek vendi i famshëm, i njohshëm në Mekë i Qabës, e që atëherë në atë botë nuk ishte as njerëz, as gjallëri, ishte një zhdukje ose një largim i njerëzve nga i vend për shkak të thatësisë. Dhe njerëzit në gjitha kohrat, në gjitha periudhat historike, gjithmonë kanë luftuar të jetojnë afër ujit, ku ka lagështim më tepër, ku ka mot të përshtatshëm, respektivisht mundësi për të nxjerrë ujë. Ishin larguar nga ai vend i cili ishte i pa të mjella, i pa punuar e kështu me radhë. Kur e braktisi ose kur e la Ibrahimi Haxherën, aty ishte foshnje Ismaili a.s. Me kalimin e kohës është ajo ngjarje shumë e famshme që Haxheria mbetet pa ujë dhe del e hulumton rastësisht, mos pas kësaj kodre po e sheh ndonjë njeri dhe t'i kërkoj ndihmën, por ajo nuk pa askënd. Ajo u ngjit në kodrën Safa, mbrapa nuk ishte askënd. Mendoj se eventualisht në kodrën tjetër, ndoshta shet dikënd, ishte kodra Marve, që shkoi drejt saj, prap nuk pa askënd, u kthye prap në Safa, nuk pa askënd, shkoi prap në Marve, nuk pa askënd, u kthye prap në Safa, nuk pa askënd, prap në Marve, nuk pa askënd, dhe për të 7 herë pra tash të shkon prej Safas në Marve, e kemi fjalën, pra 3 herë është kthyer nga Marve në Safa, të 4-ën herë shkon në Marve, që numëron si hera 7, dhe nga përkushtimi i saj për të gjetë ujë nuk mund të bëjë rahat. Gjithmonë i dukej se ndoshta mos në atë kodrën tjetër është dikush, mund ta shoh dikën. Ndoshta herën e parë nuk e ka pa mirë dhe e nxituar kësaj, ku shkon për herë të 7, e sheh se afër foshnjës, pra Ismailit, kishte ardhur Gjibrili me krahun e tij, kishte larguar pak dheun dhe doli një ujë i cili ishte shumë i çuditshëm për Haxherën dhe dilte gejzer, pra si krua përpjet, e ajo shkoi në gjuhën e saj, tha zem, që i bjen ndalu, dhe ai ujë u ndal nga shpërthimi i tillë dhe mori vetëm rrjedhë normale, aty ishte uji Zemzem. Me vonë, sikur përmenda, shpesh Ibrahimi do të vijë dhe do ta vizitoj djalin e tij, Ismailin, dhe bashortën e tij, Haxherën. Ismaili po rritet dal nga dal. Me vonë do të kuptojmë se Allahu xhalla xhelaluhu me urtësinë e tij edhe Sarës do t'i falë fëmijë. Pra Ibrahimi do të bëhet baba i 2 fëmijëve, do të bëhet baba Ismailit e edhe i Ishakut,
që do ta lind Ishakun me Sarën. E që ishte një habi, diçka e papritur, sikur vetë Ibrahimi a.s. i thotë si mund të lind unë kur unë jam i vjetër, i moshuar dhe jam tashmë steril, edhe gruaja ime është sterile. Allahu Gjelle Gjelaluhu jep urdhë dhe një gjë e tillë është e lehtë kur do Zoti. Patjetër, pra Ibrahimi do të bëhet baba i 2 fëmijëve, pra edhe me Ishakun, por kjo do të ndodhë më vonë. Mirë, po ajo që për ne është me interes të përmendet prej sprovave që e përmendëm se Ibrahimi sprovohet, jepet një urdhër që të vërtetohet ky besimi. Të ndëruar vëllezër. Nuk është e lehtë vetëm ta quajmë veten besimtar, por duhet ta dimë se në rrugën e besimit edhe sprovohemi. Kur sprovohemi, mund të sprovohemi rënd. Mirë po, ne duhet ta shfaqim stoicizmin ton për besimin që kemi. Duhet ta shfaqim gatishmërinë ton për të kumtuar para Allahut Gjelle Gjelaluhu me shprehje dhe me vepër se ne jem rob tut besnik. Ne të duam, të adhurojmë dhe ne deri në vdekje do të vazhdojmë të tillë të jemi. E jo tu'minune bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Besoni një pjesë të librit dhe mohoni një pjesë tjetër, ose jeni besimtar në një periudhë të caktuar të jetës. Jeni besimtar të devotshëm, sikur që shumë shpesh na ndodh te disa burra, disa njerëz që në rinit tyre kanë qenë të udhëzuar, janë rujt për mëkateve, i kanë qenë adhurues të mirë, performues të namazit, me kalimin e kohës kur kanë rrit tek bizneset, tek puna që ka qenë nevojë për jetën, ata janë dallëdis mas jetës, janë dhënë mas jetës, mas pasurisë në mënyrë shumë të pa arsyetuar, sa që kanë harru atë udhimin e tyre të famshëm që i bëri njerëz, që i bëri të mos jenë në dukurit negative, të mos jenë të shkatruar, në vend se ta adhurojnë Allahun edhe më tepër, në vend që me ato 5 kote namazit të shtojnë edhe vepra tjera nafile, ata humbin dhe devijojnë. Kjo është një problem shumë serioz. Dhe Allahu Gjelle Gjelaluhu këtë Ibrahimin që e kishte testuar në disa forma, e kishte sprovuar dhe ky i kishte kryer ato, i vjen koha që të sprovohet edhe me një metodë tjetër. Ajo ishte që të urdhërohet ta bëj kurban, ta prej djalin e tij, Ismailin. Kjo ishte një detyrë jashtëzakonisht e rëndë. Një detyrë që nuk është asesi e mundshme ta kap logjika e njerëzve më të devotshëm ditën e sotme se do ta kishin performuar. Pra ti thua dikuj se ti duhet ta sakrifikosh djalin tënd ta bësh kurban, madje ti duhet jo ta sakrifikosh ta japësh, por ti vetë duhet ta ekzekutosh veprimin e therrjes të prerjes së atij kurbani. Kjo nuk është e lehtë të akseptohet në gjendje normale të respektuar vëllezër dhe motra. E Ibrahimi a.s. natyrisht që e bën edhe këtë. I thot djalit të vet: "Ja bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madha tara." O birim, unë kam pa në ëndër që po të pres, po të flijoj ty, çfarë po thua ti? Çfarë mendon? Ëndrat e profetëve dihet se janë vahi, janë shpallje, e Ismaili i vogël e kuptoi këtë. Tha: "Ja abati fa'al ma tu'mar." O baba im, vepro siç je urdhëruar, nuk i tha siç ke pa në ëndër. Pra, ja interpretoj ëndrën se ti ke marrë një urdhër prej Allahu Gjelle Gjelaluhu, se te gjiduni, insha Allahu, minas sabirin, mua do të më gjesh në mesin e durimtarëve me lejen e Allahut. Pra, dhe kjo gatishmëri në këtë familje është shumë e madhe. Unë do të isha korrit para Zotit, po të kisha marrë një urdhër të tillë, po edhe me pas kalu provimin unë, do të ishin korrit fëmijët e mi që të më thonë: "O bab, bën çfarë të duash." Por të bësh punën e Ibrahimit a.s. natyrisht që do të shpërblesh edhe me familje. A nuk e patë se si u shpërbly me Haxherën?
ati ju rrezikon të Sara, a i bëri 2 gra. A e mori gruan dhe nuk ishte fëmijë e u bë baba. Për të larguar çdo njoll të xhelozis, Allahu xhalla xhelaluhu i tha, jo, ti prap do të bësh baba dhe me gruan tjetër, me cilën më herët nuk e pasur fëmijë. Pra, natyrshëm që në këtë shtëpi do të linden edhe fëmijët ndryshëm, do të jenë edhe njerëzit e tjerë që duken të rëndon ndryshe. Do t'i thot pra, i fal ma tu'mar satajiduni inshallah min as-sabirin. Bëj çfarë je urdhëruar se unë do të jem durimtar padyshim. Dhe e mori Ibrahimi a.s. Doli në vendin e quajtur Mina, pra në periferitë të Mekës, ku u përgatit mirë për ta ekzekutu therin e djalit ti, dhe posa e drejtoj atë, disa thonë e shtriu në tokë, disa thonë e ka bërë sikur prehet delja ta zëm, e ka ullë në gjunjë e të ngjashme. Është pak më rëndësi kjo të dihet, e rëndësishme a i provon që mjetin e therjes ta mpreh mirë, në mënyrë që dhimbja e aktit të prerjes të mos dihet shumë. Është e lehtë kjo, as për njërin, as për tjetrin. Por, ky që tha, o Zot, më bëj mua që të shoh se si ti ringjall të dekurit, e ka më të lehtë që ta përballoj një gjë të tillë. Sepse e din që ka ringjallje dhe është i bindur në të. E në anën tjetër, edhe ky që e din se në momentin e vdekjes ty nuk të pret dënimi, por të pret shpërblimi, afrimi te Allahu. Nëse është kërkesa e Allahut, atëherë vdekja është shumë e lehtë. Dhe kjo u bë shkaku tjetër që të dytë e synonin kënaqësinë e Allahut. Dhe kur të dy e synojnë kënaqësinë e Allahut, nuk matet tashmë vepra sa është e rëndë, sa është e vështirë që të bëhet dhe të realizohet. E rëndësishme ata që të dy u bën bashk në këtë mendim dhe nuk gjeti rezistencë. As Ibrahimi, pra nuk ishte rezistent t'i thot Allahut se nuk mund ta kryej këtë punë, mos më ngushto. Por as Ismaili nuk ishte ai që duhet të vrapojmë dhe ta nxojmë në rrugë dhe ta bëjmë kurban me dhunë. Kjo shkoi në mënyrë më të mirë të duhur dhe Allahu xhalla xhelaluhu e bën atë që e bën vazhdimisht për të pa vetëm gatishmërinë tonë. Tek Allahu nuk është qëllim sprova, nuk është qëllim kurbani, nuk është qëllim që ne të dëmtojmë në asnjë mënyrë. Allahu vetëm e don që ti ta shprehësh gatishmërinë tënde për ta marrë urdhrin e Allahut, pastaj e ti është se si ai i zhvillon gjërat e tjera më pastaj. Edhe në këtë rast, Ibrahimi a.s. Djersa kishte prej mjetin dhe dëshiron të ta prej djalin e tij për kurban, Allahu xhalla xhelaluhu thot wa fadaynahu bi dhibhin adhim wa nadaynahu ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzi al-muhsinin. Ne thot Ibrahimit ja këmbyem këtë me një kafshë që thuhet një dash i bardh, edhe thot ne i tham qad saddaqta ar-ru'ya, e ke kry misionin, sprovën që ne ta vendosëm te kryte me plot sukses, e nuk duhet ta presh kurban djalin, përkundrazi, është një mësim tjetër që duhet ta marrësh se ti dhe djali jot jeni të përkohshëm në këtë botë dhe duhet ta sakrifikosh për urdhat e Allahut xhalla xhelaluhu dhe të mos e ruash për nevojat tua. Ky është mesazhi hyjnor që Allahu e synoi tek Ibrahimi a.s. me Ismailin dhe që ta kuptoi ai dhe ne se qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Edhe namazi, edhe kurbani, edhe jeta, edhe vdekja ime, të gjitha janë për hir të Allahut. Këto duhet t'i kem parasysh se në këtë botë nuk kemi ardhur për të bërë shumë fëmijë dhe për t'u gëzuar dhe jetuar me ta. Nuk kemi ardhur për të grumbulluar shumë pasuri dhe për të jetuar me atë pasuri dhe për t'u dëfryer me te. Nuk kemi ardhur në këtë botë të arrijmë në pozita të caktuar dhe t'i udhëheqim njerëzit e të dukemi ne si më të mençmit, më të dishmit, më të arriturit e të tjerët t'i sundojmë
dhe t'i përsekutojmë me tjera. Përkundazi, çka do që na ndodh prej këtyre të mirave ta kuptojmë se pasuria, vladët, pozita e shumë privilegje të tjera të kësaj bote duhet t'i kanalizojmë dhe t'i nështrojmë ka Allahu Gjelle Gjelaluhu. Sikundër që edhe varfënin, sikundër që edhe mos ekzistimin e fëmijëve, mos pasjen e fëmijëve, shtypjen nga pushteti e gjërat e tjera, duhet t'i shohim nga këndi se afrohemi te Allahu Gjelle Gjelaluhu me këto vepra, me këtë durim, apo largohemi nga ai. Allahu i tha te kryte detyren, ne ta pranuam shpërblimin sikur ta kishe kry, dhe tash nuk do ta preshti Ismailin, sepse me të do të ndërtosh qabën dhe kemi detyra shumë më të mëdha për të sjellë njerëzimit, dhe kjo ngjarje ose ky film do të kputej këtu, pra po të ishte reale prerja e Ismailit për kurban. Kurbani mbeti edhe për ne, mirë po jo t'i prej fëmijët tanë, por të bëjnë një sakrificë për hir të Allahu Gjelle Gjelaluhu, dhe kuptimi i kurbanit nuk është 180 ose 200 euro vlerë e një kafshë të vogël, por është gatishmëria që ne po na lypet dash se përdyshe edhe fëmijë japim. Ne po na lypet pasuri se përdyshe edhe jetën e japim. Ne çfarë do që na kërkohet për hir të Allahut jemi të gatshëm ta bëjmë. Ky është qëllimi i kurbanit. Sikur që ja thot Allahu, "Len yanala Allaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu at-taqwa minkum." Allahu nuk i arrin as mishi i kurbanit, as gjaku i kurbanit. Ati i mrin vetëm devotshmëria e jote, vetëm gatishmëria jote për sakrifiku, ati kjo i arrin. Për ndryshe mishin ti vetë kje për ta ngrënë. Allahu nuk thot atë bima mu, ose qëj tek me lajket e mija, ose silleni atë në qiell. Ju njerëz të tokës, ju vetë njerëzit, ju vetë të afërmit do të ushqeni me atë kurban, do të freheni me te, mua me arrin devotshmëria juaj dhe gatishmëria juaj për sakrifikuar diçka tek Allahu. Ishte një dilemë që e kanë sjell disa njerëz në histori, se ky kurbani i Ibrahimit a.s. a ishte me Ismailin apo me djalin tjetër Ishakun. Kjo në asnjë formë kjo dilemë nuk është e qëndrueshme dhe nuk i mbizotron realitetit historik edhe shkencor pastaj të zbërthimit të çështjes. Asesi kjo kafshë që Allahu Gjelle Gjelaluhu ja solli këtë dashpra, Ibrahimit a.s. nuk e shpëtoi me të Ishakun, por e shpëtoi Ismailin. E pse kështu? Sepse Ismaili ishte fëmia i parë, dhe në verzionet të librave të shenjtë përmendet me fëmin e madh, me fëmin e parë, fëmia i madh ose fëmia i parë të Ibrahimit. E ai padyshim që ishte Ismaili. Padyshim që Haxheria kishte lindur para Sarës. Ndërkaq në verzion tjetër në librat e shenjtë thuhet me të vetmin e tij. Pra kur u detyrua që ta bëj kurban, Ibrahimi nuk i kishte dy djemt. Pra kishte vetëm një. Dhe ai vetëm një si mund të ishte Ishaku kur dihet se ai ka lind më vonë, pra pas Ismailit. E pse është kjo dilemë? Kjo do të qenë një derë tjetër pastaj. Dilemë sepse për nga konteksti historik hiç nuk është më rëndësi cili është ky fëmijë, Ismaili apo Ishaku. Por me rrjedhën më vonë të ngjarjeve, do të ishte dëshira që ai të ishte nga disa të tjerë, të ishte njëri e të mos ishte tjetri, për shkak se nga njëna lozë, nga njëna vijë, do të vijë një grumbull i pejgamberëve, nga tjetra do të vijë pejgamber të tjerë. E për t'i dhënë orientim pasaj aktualitetit madje, realitetit të sotëm po flas, janë këto dilema se cili ka mund të jetë ai djalë, pra vetëm dilema se përdryshe është më se sigurt. Ai është Ismaili, kurbani që babaj pranoi ta bëj kurban, edhe ai pranoi që të bëhej kurban, mirë po Allahu e shpëtoi atë dhe e bëri që të jetoj në Mekë,
bashkë me nënën e tij Haxherin, ku më vonë ai vend do të popullohet dhe do të ndërtohet Çabja dhe do të rikthehet nami Çabës dhe do të bëhet më vonë fare edhe kible e gjithë muslimanëve. Kjo është në pika tepër të shkurtra ngjarja e Ismailit alayhis salam në kuptim të shpjegimit me Ibrahimin e madh, me Ibrahimin dostin që Allahu e ka zgjedh ta ketë afër tij, dhe me Ibrahimin që ishte ummet në vete, Ibrahimi që përformoi çdo herë urdhat e Allahut dhe i realizoi në përpikmëri të plotë. Do të takomi përsëri me lejen e Allahut në javën e ardhshme me popujt e Kuranit dhe të shohim se cili popull e cili profet do të rrëfehet në kronologjinë historike të kësaj që po shpjegojmë. Deri atëherë ju lëm kujdesin Allahut. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.